Ka nisur pjesa e dytë të ndëruar shikues e ndeshjes futsallis Vllaznia dhe ekipi forcat e armatosura. Jemi përsëri së bashku në transmetimin e drejt për drejt nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi i Shkodrës. Përmes kanalit Veriu Sport, unë jam Gaspar Marku në rolin e komentatorit që po përcjell emocionet e kësaj ndeshje, e cila për pjesën e parë dhuroi plot 9 gola, 7 në portën e ekipit Mysafir dhe 2 në portën e Vllaznisë. Kështu pra duhet të thënë që Vllaznia është kryesuese me rezultatin 7-2, kur tashmë ka nisur pjesa e parë. Pjesa e dytë është minuta e parë për pjesën e dytë. Kujtojmë që Vllaznia në këtë pjesë e dytë është spostuar në krahun e djathtë të ekranit tuaj, aty ku tashmë Djepaxhia gjuan dhe topi i tij devijohet në corner. Vllaznia është me kostumin e saj karakteristik kuqe blu, ndërkohë që në krahun e majtë të ekranit tuaj është ekipi Mysafiri i forcave të armatosura me kostumin kuq dhe zi. Janë bluzat e kuqe dhe matet e zeza, që duket si një ekip kombëtar, kështu është edhe stema që ato mbajnë në gjoks. Vllaznia në këtë aksion ishte Basha i pranë golit, këtu ulë edhe Messi, pastaj Gokaj, gjuan edhe Djepaxhia dhe topi përplaset tek portieri i skuadrës Mysafire Dervishi dhe përsëri Vllaznia me topin në zotërim. Bashaj, to për Gokaj, Messi, Bashaj, Messi për Gokaj dhe Messi fare pranë golit. Të 8 të Vllaznisë, vetëm një maje e këmbës se portierit e ka devijuar, duke evituar golin e 8 në portën e skuadrës e forcave të armatosura. Gabon Vllaznia, por më njëherë rikuperon topin. Gokaj. Gabon përsëri Vllaznia. Përsëri rikuperon dy gabime rravazi të Vllaznisë brenda 10 sekondash që përpaksa nuk i kushtuan. Në një gol të pësuar në portën e saj. Duhet minuta 3 për pjesën e dytë, rezultati është ai që u mbyll në pjesën e parë. Vllaznia 7, forcat armatosura 2. Ulën në stol, treshja Gokaj, Messi dhe Bashaj, Çokaj, Gjoklaj në fush bashku me Samir Husenin, alternativat të shumta. Në lojë është dhe Olsi Gjergji në këto momente, portieri i Vllaznisë, i cili në pragneshjen Vllaznia forcat e armatosura u shpreh entuziazm për medjen për një fitore të Vllaznisë dhe ashtu po ndodh, siç premtoi edhe portieri Gjergji, për të cilin kujtojmë që në ndeshjen e parë të luajtur në Tiranë përballë Partizanit, në momentet e aktivizimit të pjesës së dytë, ishte mjaft cilësor në fushën e lojës dhe mori përgëzimet e stafit drejtues. Është dëmtuar në këtë momente numri 3 Marius Braculla, që është dhe kapiteni i ekipit
ekipit mysafir. Gjoklej, Hyseni, super top për Qokajn, që vetëm një majë e këmbës e ti mund ta, nëse do ta prekte, mund ta çonte në rrjetën e ekipit mysafir. Qokaj të këndi, luhet minuta 5 për pjesën e dytë, gjithë një rezultati Vllaznia 7 dhe Forcat e Armatosura 2. Gjoklej, Hyseni e humbet kontorin e topit Vllaznia, ndërrim tek ekipi mysafir, në lojë rikthehet numri 11 i skuadrës është Haxhiaj dhe shtylla e shpëton portën e Vllaznis, kur autori i golit parë për skuadrën mysafire, Gjetsi, ishte pranë golit të tretë për skuadrën e tij. Përsëri Gjetsi, ndër më të mirët për ekipin mysafir, që mbul skuadra mysafire, por ja ka rëmbyer topin Hyseni dhe nis aksioni i Vllaznis për shpejtësi. Hyseni për Qokajn që finalizon mjeshtris. Përsëri një pasim i saktë i Hysenit, ka dhuruar 3 topa goli, 2 prej të cilëve për Qokajn dhe 8-2 për Vllaznin. Faul i shkaktuar në dëm të Tafilit. Ishte Qokaj ai që u dëmtua dhe mori këtë faul dhe favor të Vllaznis. Shikojmë dyshën Tafili. Gjokle për Tafili do ta jetë ai që ka ekzekutuar fort kjo gjutje dhe është dëmtuar kapiteni i ekipit mysafir. Braculla, Marius Braculla ishte e fort goditja e Tafilit. U ndërprej nga Braculla. Tafili Qokaj, kombinojnë 2-3 herë razi njëri me tjetrin dhe tashmë Hyseni futje top në zonë. Tafili finde e tij ka Qokajn të lirë në krahun e majt, atje ka shkuar topi. Tafilin nuk arrin ta zotroj në momentin e duhur, për topi është për Vllaznin, përsëri Tafili. Hyseni ka dalë portieri duket që gjyqtari Stoli pretendon se topi i prekur nga portieri ishte jashtë vijave kufizuese. Është rrehur nga vendimi i tij, është çorituar nga vizimet e zonës, janë vizimet e dorëve me dorë, por portieri Orsi Gjergji ishte brenda rregullores dhe u tërhoq vendimi i arbitrit. Tjetër goli Vllaznis. Të ratë Qokaj shërben për Hysenin, që shënën golin në 9. 9-2 për Vllaznin.
Luhet minuta e 8 për pjesën e dytë, avantazhi thellë i Vllaznis 9-2. Dhe Vllaznia ka përshtjelur Rex për golat të tjera, kërkon që të krijoj diferencën dhe qetësinë e rezultatit që ta mbyll me fitore këtë ndeshje. Prek portieri Gjergji, Gokaj, Djepaxhia, Bashaj. Sërishmi Bashaj kombinon me Mesin. Gokaj për Djepaxhin që vërshën atje në fundore, por nuk arrin ta prek topin. Përpiqet atje numri 10 Eris Lekic për forcat e armatosura, për pa sukses. Vazhdon avantazhi i Vllaznis me shifrat 9-2. Duke se shifrën 10 po e parandjem se mund të jetë shumë shpejt, por realisht 9 Vllaznia dhe 2 forcat e armatosura është rezultati. Shprekur të me dorë nga Malluta, numri 16. Në favor të ekipit Mysafir. Duhet minuta e 9 për pjesën e dytë. Alia, numri 5, pastaj gjuan edhe Haxhiaj. Dhe vjen goli 10. Është Gokaj, autori i këtij goli, 10-2. Dhjetë me 2 për Vllaznin dhe i 10 gol ka për autor Semir Gokajn. Pak më herët sigur e parandjejmë të gol të 10 të vinte dhe erdhi. Tashmë skuadra Mysafire duket e dorëzuar me këtë diferencë, por ky sport ka treguar se ka jo pak të papritura. Mjaftueshëm ka dhe 10 minuta lojë, kur është duke u mbyllur 10 minuta që i parë. Ka dhe 10 minuta dhe gjithçka mund të ndodhë nëse Vllaznia toleron dhe e lëshon lojën dhe mund ketë përpjekje të ekipit mik për të shkurtuar diferencën apo për të pretenduar diçka më tepër. Të shikojmë, do ta mbajë Vllaznia këtë ritëm. Mesi nga krahu i djathtë. Pastaj është kapiteni Mysafir Braculla, i cili është rikthyer në lojë pas një dëmtimi që mori para pak çastesh. Përpjekje e Haxhiajt, pastaj ekipit mik, është Vllaznia me Mesin, Gokaj. Topi është për skuadrën Mysafire. Duket se nuk e ka të forcën e duhur për të dhënë sinjale të një përmbysje të rezultatit të ekipi mik, që është në dizavantazh 10-2. Pa shikojmë në fushën e lojës se në gjithë përpjekjet që bën skuadra mike nuk arrin të
të ketë fortën e dur që të ndryshojë diçka në fushën e lojës. Gjithsesi Haxhiaj në këtë goditje këndore për pas sukses. Bashaj Sri Bashaj kombinon me Djepagjin. E fort kjo gjujtje Djepagjis. Në këtë moment Vllaznia po luan me portierin Olsi Xherxhi në port, për të vijuar me Alban Bashajn, Ari Djepagjin, Ardit Mesin dhe Semir Gokajn. Gokajn anësore, top për Bashajn. Janë miqt nga Tirana që ke ngulin në këtë momente. Në lojë është edhe Fatjon Pëllumbi për ekipin Mysafir. Përpiqet edhe numri 10 Eris Lekic. Fatjon Pëllumbi nga Vija Anësore kombinon me portier Albert Dervishi. Është kapiteni Marius Braculla për ekipin Mysafir që mban topin në kontroll dhe pastaj e dorëzon kundërshtarit duke larguar jashtë vijave kufizuese. Messi, Bashaj, Gokaj, Sri Messi. Një tentativë për të shënuar në mënyrë individuale kur priste topin edhe Djepagjia nga krahu i djathtë. Paret portieri Xherxhi, gjuetjen e Haxhiajt. Tashmë është Tafili. Djepagjia, Gjoklaj. Devijohet topi nga Pëllumbi. Në rrim tek Vllaznia largohet Djepagjia, në lojë është Semir Hyseni. Hyseni, Çokaj. Hyseni përsëri kombinon me Gjoklajn. Tafili është rikthyer në fush pas disa minutave pushim në pankinë. Gjoklaj. Çokaj e ka dorëzuar topin. Luhet minuta 14 për pjesën e dytë. Edhe 4 minuta edhe 20 sekonda, me falni edhe 6 minuta e 14 sekonda nga fundi i kësaj ndeshje. Vllaznia kryesuar me rezultatin 10-2. Tafili. Hyseni e majtë ati e fort, po pritet nga portieri Mysafir, pastaj ke ngulë edhe Tafili për pas suksesin në këtë fundore. Olsi Xherxhi, portieri i Vllaznisë, e kalon me dorë me shpejtësi tek Gjoklaj, i cili fiton këtë top nga Vija Anësore. Tafili. Ka të drejtin e kësaj goditje dënimi Alsit Tafili, ish futbollist i njohur i Vllaznisë dhe disa skuadrave. Të shikojmë. Dhe ka tronditur pingullin e majt dhe për pak sa topi nuk ka shkuar në rreth. Kujtojmë që në takimin javës kaluar në kryeqytet Tafili goditi 3 herë shtyllën pingullit e ekipit të Partizanit, ndërkohë që shënoi edhe 2 gola. Për të sot është shtylla e parë që godet, ndërkohë që ka shënuar në pjesën e parë.
Tafili, një kombinim me Gjoklajn. Topi është përshtyt për Vllaznin, e cila tashmë është tërësisht dominuese, jo vetëm me rezultatin e thellë 10-2, por edhe me lojë. Gjithçka është nën kontrollin e Vllaznis, cila në këto momente po luan me portierin e Orsi Gjergji në port, pastaj është kapiteni Tafili, Gjoklaj, Çokaj dhe Hyseni. Tafili për Çokaja, shumë pranë golit e 11. Kishte të gjitha mundësit që ta çonte në rrjet. Hyseni për Tafil, Hyseni minon me Çokajn, si topi është për Vllaznin. Dhe vjen goli i 11 nga autor Besfort Gjoklajn, pas gjuetjes nga vija anësore e Sami Ryseri, disa ekzekutime nga anësorja e Hysenit që konkludohen me gola. 11-2, përstri Vllaznia dhe përstri Hyseni dhe Çokaj, tjetër gol e tij. 12-2. E dorëzuar duket totalisht skuadra kundërshtare, kur duhen 2 minuta dhe 50 sekonda nga fundi, është një dizavantazh 12-2. Messi dhe shtyll e Bashajt. Messi, do për Djepaxhi nga krahu i djathtë, pengohet atje nga numri 5 Sergio Alia i ekipit të Mysafir. Djepaxhia për Bashajn, Hyseni kërkon Djepaxhin, por nuk ka këtë rrallë mirë kuptim mes tyre. Topi për ekipin Mysafir që e shpërdoron. Janë momentet që tashmë skuadra kundërshtare vetëm pret vërshëdhimin e mbylljes së ndeshjes për të mos peshuar më tepër. Vllaznia është në avantazh 12-2. Minuta para fundit sapo ka filluar. Gokaj, Bashaj për Mesin, Djepaxhia. Topi përshtyr për Vllaznin. Përshtyr topi është për Vllaznin. Edhe 1 minutë dhe 23 sekonda nga fundi krejt ndeshjes, Vllaznia kryeson me diferencë 12-2, me 10 gola plus, pas fitores në javën e kaluar me Partizanin e transferte 2-9. Kjo fitore tjetër e thellë në ekipet të forcave të armatosura tregon se Vllaznia e ka seriozisht të sezon sportiv për të realizuar objektivat e deklaruara, fitimin e 2 trofeve të sezonit, kupës dhe kampionatit dhe pjesëmarrjes në kupat e Europës, një synim parëshor dhe kryesor i Vllaznisë për të luajtur në Europë. Dëmtuar kapiteni i ekipit
kundërshtar, Marius Braculla, është ndarur për pak momente ndeshja. Shikojmë të goditja dënimi e fort, po përplaset të ke futbolistët vendas, pastaj shpërdoron numri 10 Lekic, shpërdoron Voznia. Voznia pranë golit të 13, po në vend të topit të futet në rrjet është futur Djepagjia. Në vrullë sipër, Djepagjia finte e ti, fiton të goditje Këndi, luhet minuta fundit, gjithçka duket e përfunduar, dhe të rezultatin avantazhi Voznis 12-2, nuk ka nevojë për koment dhe ka të siguruar përfundimisht Voznia dhe dëgjohet vëzhgëllima 3 herë arbitrit kryesor të ndeshjes Albano Stolaj dhe e kolegut e tij Sokol Bebja, ku së bashku me Klajt Përpunjën, delegatin e Federatës Shqiptare të futsallit, kanë mbyllur ndeshjen Voznia forcat e armatosura, takim që siç ndoqet nga transmetimi i drejt për drejt i portalit Veriu Sport, është mbyllur me rezultatin e thellë, Voznia 12 dhe forcat e armatosura 2. Fitoria 2 radhazi e Voznis pas humbjes në javën e parë me flamurtarin në Shkodër 3-5, kanë ardhur 2 fitore radhazi, 2-9 në kryeqytet ndaj Partizanit dhe sot 12-2 ndaj ekipit të forcave të armatosura të Tiranës. Tu vjen dhe mbyllja e transmetimit tonë të nderuar shikues nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit. Ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj ndeshje. Miru takoshim në të tjera transmetime të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës. Deri atëherë miru pafshim.